Ndërkohë që aktualisht ndodhemi pranë hyrjes së pedonales kryesore të Tiranës, pranë Ministrisë së Brendshme, pas një sër lëvizjesh të protestuesve fillimisht te rruga Gjergj Bush, më pas tek rruga Elbasanit, ura që lidh rrugën e Elbasanit me rrugën Gjergj Bush, nga hyrja e kuvendit dhe ku kishte disa minuta tensioni dhe disa të shoqëruar nga ana e policisë së shtetit. Tani më protestuesit me një grup i vogël prej tyre janë zhvendosur dhe po qëndrojnë pranë Ministrisë së Brendshme. Disa prej tyre edhe janë ulur, siç mund të shikohet nga këto pamje, në rrugën kryesore, ndërkohë që nuk dihet nëse protestuesit do të qëndrojnë këtu deri në orën 3 kur edhe të rifillojë seanca plenare, apo do të shpërndahen dhe rimblidhen përsëri. Ashtu siç e theksuam, edhe protesta e sotme është shoqëruar me momente tensioni mes protestuesve dhe policisë së shtetit, ku protestuesit kanë hedhur her pas here dhe domate dhe vezë në drejtim të policisë së shtetit, ndërsa kjo e fundit është përgjigjur me shoqërimet e dhunshme të protestuesit, të cilët janë shpërndarë në komisariatet në Tiranë. Nuk dihet bilanci i saktë të shoqëruarve, pasi ende nuk kemi një komunikat zyrtar nga policia, por nga ajo çfarë ne kemi përcjell drejt për drejt në Report Televizion gjatë orëve të fundit, të paktën 5 prej tyre janë shoqëruar, çka janë dokumentuar edhe nga ne dhe gazetarët e tjerë të Report Televizion në terren. Aktualisht situata paraqitet e qetë, përveç thirrjeve të protestuesve kundër qeverisë, kryeministrit Rama dhe klasës politike, nuk ka tensione të tjera mes dy palëve të përfshira në këtë protestë. Ndërkohë, sa kemi vendosje të kordonit policisë vetëm në këtë perimetër ku ju ndodheni dhe ku ndodhen protestuesit përpara Ministrisë së Brendshme, apo edhe në akse të tjera të kryeqytetit? Në rtil, policia e shtetit qëndron rreth e përqar kordonit të parlamentit në të gjitha hyrje dhe daljet e tij. Perimetri është zgjeruar, ditën e sotme ka një perimetër shumë të gjerë sigurie, ndërkohë me qindra forca të policisë janë duke qëndruar në të gjithë hyrje daljet që të çojnë drejt parlamentit të Shqipërisë. Ka pasur le të themi përplasje të dhunshme, po ta krahasojmë me protestën e së enjtes mes protestuesve dhe policisë? Nuk mund ta krahasojmë me protestën e të ejtës për sa i përket intensitetit të përplasjeve, por edhe ditën e sotme kishte përplasje kryesisht pra vetëm tek ura tek rruga Elbasanit, disa minuta tensione, por më tutje pra situata ka qenë më e qetë se sa të ejtën e kaluar.